Ja se çfarë i ndodh diabetit, stomakut dhe zemrës nëse konsumoni fasule gjatë dimrit. Fasulet janë një burim i madh i fibrave. Fibrat ju ndihmojnë të jeni të rregullt dhe duket se mbrojnë kundër problemeve të zemrës, kolesterolit të lartë, presionit të lartë të gjakut dhe sëmundjeve të tretjes. Fasulet kanë rreth 19 gram fibër për filxhan. Shtoni pak mish të tymosur, lakër jeshile, qep dhe karrota për një supë akoma dhe më të shijshme. Fasulet janë një nga mënyrat të shkëlqyera për të marrë proteinë me pak yndyrë dhe kalori, e cila tashmë ka përzgjedhur fibra dhe karbohidratet. Një filxhan i vetëm ka rreth 15 gram. Kjo është 2 deri në 3 herë më shumë se orizi ose gruri. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Është veçanërisht e mirë për një bllok ndërtues të proteinave të quajtur lizin, e cila mund të mos ngopeni nëse jeni vegetarian. Gatuani një gjellë vegetariane të shijshme të pasur me proteina, me thjerza, me qep, me karrot, me domate, me plur djegës dhe gjithashtu në vend të thjerzave mund të përdorni edhe legume të ndryshme siç janë edhe fasulet. Nëse e bëni zakon të hani fasule ka më shumë gjasa të keni një peshë trupore më të ulët, bel më të hollë dhe një indeks më të ulët të masës trupore. Studimet tregojnë se meshkujt obez në një dietë të pasur me proteinë humbasin më shumë peshë se ato të cilët konsumojnë më pak fasule. Provoni një dietë ushqyese me pak yndyrë dhe pikant në fasule si pjatë kryesore në vend të mishit. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike. Fasulja është një nga ushqimet më të dobishme dhe një burim shumë i pasur i proteinave cilësore, dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt për dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në uljen e komplikacioneve të tij. Nëse mendoni të gatuani më shpesh fasule, atëherë nuk po bëni një gabim të madh. Fasulet për një shërbes do të ofrojnë rreth 280 deri në 310 kalori. Janë një burim i rëndësishëm i materieve ushqyese biologjike, prandaj ato për 100 gram shërbes fasule do të ofrojnë 52 gram karbohidrate, 26 gram proteinë, 2 gram yndyrë, 4 gram fibër, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe ekur. Fasulet përmbajnë më shumë proteinë se sa të gjitha bimët e tjera. Vetëm një filxhan me fasule do të ofrojë 1/4 e proteinës, për të cilën ju e keni të nevojshme çdo ditë. Fasulet përmbajnë edhe vitamina të shëndetshme për zemrën, gjithashtu si vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu konsiderohen edhe si një pastrues natyral sepse kalojnë në përzor dhe kanë aftësinë të eliminojnë kolesterolin. Ashtu si sëmundjet e zemrës, rastet me probleme të radikaleve të lira janë gjithmonë në rritje. Ushqimet me një dietë të lartë me fasule mund të jenë në gjendje të ulin gjasat për komplikacione. Fasulet, një qëndresë e lartë e një numri të kimikateve që janë të njohur kundër radikaleve të lira përfshirë fitosterolin dhe izoflavonet, janë vërtet të larmishme. Fasulet ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vetëm një shërbes e vogël me fasule kryen punë të madhe sa u përket edhe konsumit të fibrave. Fibra është një element tejet i rëndësishëm për humbjen e peshës, që zgjat gjithashtu edhe procesin më të mirë të tretjes. Kjo ndihmon edhe një person që të ndihet më i plot për një periudhë më të gjatë kohore dhe gjithashtu të mbajë më larg problemet e tij, duke ndihmuar të largoni edhe brejtjen nga uria për një periudhë më të gjatë kohore dhe të siguroni gjithashtu një peshë më të mirë trupore. Fasulet do ju ndihmojnë edhe në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trup, citon Elfisajt. Fasulet mund të përshkruhen si një ushqim i preferuar i diabetikëve, për shkak të kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse. Fasulet lirojnë glukozën më ngadalë duke bërë atë më të lehtë për trupin e një diabetiku për të rregulluar këtë fluks. Për këtë arsye, një dietë e lartë me fasule ndihmon një diabetik, sidomos edhe kur ajo konsumohet edhe në mënyrë të rregullt. Fasulet janë një aleat i çmuar i mbrojtjes së shëndetit, dhe si të tilla do t'japin rezultate të shkëlqyera për përmirësimin e organizmit dhe gjithashtu mbajtje larg të shqetësimeve të tij.
Përveç se janë një shërbes e mirë, ato ndihmojnë edhe kundër problemeve të kolesterolit në trup. Përveç kësaj, një burim i madh i proteinave të fasuleve janë të njohura për mbajtjen e niveleve të qëndrueshme dhe vendimtare të shëndetit, kjo edhe falë fibrave. Shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietën e tyre, por ato janë mjaft të mira për të siguruar një organizëm më të fortë dhe për të korrigjuar gjithashtu edhe problemet e shëndetit. Fasulet janë vendimtare në kontrollin e niveleve të kolesterolit dhe si të tilla, ato do të nxisin një mbrojtje më të mirë të trupit. Ulëntuesit kanë zbuluar se gjysma e pjesës së fasules ofron rreth 10 gram fiber. Kjo është gjithashtu e njëjta edhe për të ulur nivelet e kolesterolit, gjithashtu edhe për të përmirësuar më mirë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj do të jetë një element ushqyes më i lartë me pasuri të gjerë për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Edhe pse prej kohësh flitet se konsumi i fasuleve i bën mirë shëndetit, sot kësaj perimeje i kushtoni pak vëmendje dhe nuk i dini të gjitha informacionet që jepen në dobi të shëndetit tuaj, sidomos nëse e konsumoni atë në mënyrë krejt të rregullt. Fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme ushqyese në mbrojtjen e organizmit. Por përse janë kaq të mira fasulet në dietën tuaj? Cilat janë përfitimet e tyre dhe gjithashtu si ndikojnë ato në organizëm? Shkencëtarët kanë zbuluar se një dietë e pasur me fasule mundet të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe disa lloje të komplikacioneve të ndryshme. Udhëzimet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2005 për ushqimet e shëndetshme rekomandonin një dozë ditore prej 3 filxhan fasule në javë. Fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme për rritjen e energjive trupore dhe rekomandohen vazhdimisht për dietën tuaj. Ato janë gjithashtu të pasura edhe me aminoacide thelbësore shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përveç kësaj, ato përmbajnë lektin, kalium, kalcium, hekur, fosfor, magnez, zink dhe natrium, të cilat janë shumë të vlefshme në përfitimet e trupit dhe parandalimet e komplikacioneve. Janë një burim i shkëlqyer i proteinës dhe ndryshe nga burimet të tjera, fasulet janë të ulta në yndyrna dhe nuk përmbajnë kolesterol të ngopur. Nga vitaminat është një burim i shkëlqyer i acidit folik, vitamina B6, vitamina K, riboflavin dhe B3. Absorbimi i fitokimikateve që gjenden te fasulet mbrojnë qelizat e dëmshme dhe gjithashtu parandalojnë shkaktimin e tyre. Studiuesit në shkollën e shëndetit publik të Harvardit raportuan se gratë që hanin të paktën 2 racione me fasule në javë kishin 24% më pak gjasa të zhvillonin probleme të gjirit, probleme të zemrës, diabetin e tipit 2, presion të lartë të gjakut dhe probleme të zorrës së trashë. Por çfarë i bën fasulet kaq të shëndetshme? Fasulet janë një burim i mirë i proteinës dhe ndryshe nga burimet të tjera ato janë të ulta në yndyrna dhe nuk përmbajnë yndyrna të ngopura dhe kolesterol. Një racion me fasule do të sigurojë 20% të nevojës ditore për fibrat. Ulëntimet kanë treguar se njerëzit që hanë fasule rregullisht mund t'i marrin këto lëndë ushqyese kryesore më mirë se sa njerëzit që nuk i konsumojnë ato. Shkencëtarët nga Universitetet Shtetërore të Shtetit Amerikan të Colorados testuan 6 lloje të zakonshme të fasuleve që mund të gjenden në treg dhe të matnin sasinë antioksidantëve në secilën prej tyre. Testimi tregoi se fasulet e kuqe, shumë ngjyrëshe dhe blu të errët kishin deri në 10 herë më shumë antioksidantë dhe substanca të tjera medicinale se sa fasulet e bardha dhe ato të verdha. Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj gjithashtu mund t'jap rezultate fantastike për traktin tuaj digjesiv. Proteina dhe fibrat kalojnë përmes traktit digjesiv dhe ngadalë se ushqimet e tjera me sheqer, rregullojnë nivelin e sheqerit dhe i bëjnë mirë zemrës. Fasulet e zeza mund t'i ruani në një enë të mbyllur në ambiente të freskëta dhe të errta, që të gatuhen më shpejt i vendosni në ujë një natë më përpara. Kështu do të evitoni gjithashtu dhe fryrje dhe problemet që mund të shkaktojnë edhe nga mosgatimi i duhur. Citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.